Trajneri i kombëtares shqiptare Silvinho ka qenë tifoz special i katalanësve në ndeshjen e fituar 4-0 nga Barcelona kundër Borussia së Dortmundit për çerek finale të UEFA Champions League. Braziliani, i cili ka luajtur në të kaluarën me Barcelonën, ishte vendosur të shijonte nga afër një 90 minutësh spektakolar. Silvinho është kthyer kështu të ndjek nga afër Barcelonën në stadiumin Montjuic, duke shfrytëzuar mundësinë të takojë edhe pjesëtar të stafit të katalanësve, me në krye presidentin Laporta. Momente të cilat nuk kanë nguruar t'i shpërndaj edhe në rrjetet e tij sociale, teksa ka shprehur kënaqësinë se u takua me disa miq të vjetër. Është gjithmonë kënaqësi e veçantë të kthehem në Barcelonë. Pata mundësinë të shija sërish miq të shkëlqyer dhe të shikoja fitoren 4-0 të Barcelonës në UEFA Champions League. Ka shkruar në postimin e tij numri 1 i stolit të kuqezive. Kujtojmë se ai ka luajtur nga viti 2004 deri në 2009 me fanelen e katalanësve, duke fituar dhe 2 trofe të Ligës së Kampionëve.